Shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do të flasim mbi Rusinë dhe Ukrainën. Fillimisht do ndjekim insertin dhe më pas do të rikthehemi. Bisedimet me Kevin kanë ngecur për shkak të çështjeve territoriale. CNN raporton se shtëpia e bardhë po shqyrton një skenar në cilin NATO dhe Rusia do të arrijnë marrëveshje të ndara. Ukraina nuk do duhet të praktiste ligjërisht kursin e saj drejt NATO-s. Kjo do të mbetej në kushtetut, por rruga praktike për të bashkuar me aleancën do të bllokohej. Marrëveshje të tilla mund të bëheshin pa pjesëmarrjen e Kievit. Bisedimet midis SBA-s dhe Ukrainës në Florida ishin tensionuara për shkak të mosmarrëveshjeve për territorin. Pala amerikane kërkoi heqjen e trupave ukrainase nga Donbas, ndërsa Ukraina tha se kjo ishte e pamundur. Kievi deklaroi gjithashtu se nuk do të braktiste aspiratat e saj për në NATO, duke argumentuar se ndryshimi i kushtetutës për hir të një marrëveshjeje do të vendoste një precedent të keq. Çështja e garancive të sigurisë mbetet gjithashtu e pazgjedhur, pavarësisht mungesës së një plani paqe. Delegacioni amerikan po fluturon për në Moskë për të vazhduar negociatat. Mediat raportojnë se i dërguari special Steve Witkoff mund të takohet me Putinin, por Trump konfirmoi përgatitje për takimin dhe flet për një shans për një marrëveshje, megjithëse përmend problemet e brendshme të Ukrainës që i ndërlikojnë bisedimet. Në bisedimin në Miami morën pjesë Kushner, Rubio dhe Witkoff, nga pala amerikane si dhe Umerov. Nga pala ukrainase, Rubio i shuajti diskutimin produktiv, por pranoi se mbetet shumë punë për të bërë. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar gazetarin shqiptar në Moskë, Misha Pumo. Zoti Pumo, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje gjithashtu, kënaqësi. Zoti Pumo, do doja nisja me bisedimet midis SBA-s edhe Rusisë, të cilat kanë ngecur prej muajsh për shkak të mosmarrëveshjeve mbi territorin, dhe nga ana tjetër është Ukraina ajo që vazhdon të mbrojë Donbasin dhe aspiratat e saj për NATO, ndërsa shtëpia e bardhë ndryshe po shqyrton dhe skenar që mund të shmangin edhe Kievin, dhe atmosfera duket se tashmë është paksa e tensionuar dhe çdo lëvizje e gabuar mund të krijojë këtu edhe precedent të rrezikshëm jo vetëm për Europën. Pyetja është se si duket tashmë presioni mbi Ukrainën dhe a ka shenja nga ana tjetër se Rusia po përpiqet ndoshta të imponojë një kompromis pa dijenin e Kievit? Po sigurisht që Rusia dhe presidenti Putin ka deklaruar që Rusia me apo pa dëshirën e Ukrainës do të realizojë, domethënë, ato qëllimet e veta në këtë luftë. Dhe presidenti Putin deklaroi që ai do të preferonte, domethënë, mënyrën paqësore të zgjidhjes së konfliktit, por ne jemi gati, tha ai, të vazhdojmë luftën deri në fund. Në qoftë se do marrim parasysh para ca kohësh ka qenë një insight, biles jo insight, po një video ku shefi shtabit të ushtrisë ruse gjoja rastësisht tregoi hartën, ku tregoi që mes teritorit të tjera, domethënë, ishte edhe Odesa si një pikë synimi ushtrisë ruse. Kjo tregon që ndoshta synimi i Rusisë është pikërisht atje, domethënë, jo vetëm Odesa, që për rusët është një qytet simbolik, domethënë, siç thon këtu, i ndërtuar nga rusët, i populluar kryesisht nga rusët dhe i ndërtuar në kohën e Katerinës, pra është një pikë synim, le të themi, jo dhe aq afatgjatë sipas rusëve. Nga ana tjetër, lajmet kanë qenë të tilla që nga ana e frontit, për shembull, rusët kanë deklaruar dhe vetë Putini e ka njoftuar këtë gjë, që qyteti i Pokrovskut ka kaluar, domethënë, është në Rusin tashi, dhe një qytet gjithashtu tjetër në zonën e Harkovit, pra po avancon ushtria ruse në fushën e betejës, ka pasur inkursione dhe kundër goditjet të Ukrainës, po kryesisht në objekte ekonomike ushtarake në territorin rus, por domethënë jo le të themi në fushën e betejës. Në fushën e betejës situata po bëhet gjithmonë më e nder dhe ka të ngjarë që e tillë do të mbetet deri në prill. Pasi çuditërisht edhe Rusia edhe Ukraina nuk synojnë paqen për momentin, të paktën në veprimet në fushën e betejës tregojnë që janë të vendosur të vazhdojnë luftën, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërmarrin të gjitha hapot e mundura dhe të pamundura për t'i ulur në tryezën e bisedimeve. Presidenti Trump e ka kuptuar tashmë situatën, duke deklaruar që unë nuk ngutem. Pra nga njëra anë ai mundohet të bëjë shmos për të ulur palët ndërluftuese në tryezën e bisedimeve, por nga ana tjetër e ka të qartë që nuk është kaq e thjeshtë të bindësh Rusin të ndalohet tashti që është në kulmin e avancimit të vet, nga ana tjetër Ukraina është në kulmin e humbjeve të territorëve të veta, pra të dyja palët janë
të pa interesuara për të ndaluar luftën. E qartë, nga ana tjetër, cila është strategjia se po ndjek Kremlini dhe çfarë implikimesh do të ketë kjo edhe për Ukrainën, sepse Donald Trump ka folur për një shans për marrëveshje, ndërkohë që delegacionet udhtojnë drejt Moskës, sigurisht tu për negociata të ndërlikuara dhe nga ana tjetër edhe problemet e brendshme të Ukrainës, por edhe tensionet me Rusinë e bëjnë ndoshta edhe çdo lëvizje shumë edhe më të ndërlikuar. Sigurisht që Ukraina është në një situatë tepër të ndërlikuar, kjo dhe për vetë meritat në thonjza të vetat, pra për korrupsionin e anashkaluar që po vazhdon të zhvillohet atje, dhe nga një ranë janë vendet perëndimore të Europës perëndimore që intensifikojnë mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës duke rritur dhe shpenzimet, por nga ana tjetër bëhet një pyetje logjike, domethënë që këto ndihma dhe këto sasira të mëdha municionesh, financimesh e tjera po shkojnë në drejtim të një vendi ku thuhet që ka një korrupsion të anashkaluar më tepër se në çdo vend të botës. Kuptohet që korrupsion ka gjithandej, ka dhe në Rusi me qira llafi. Por le të themi që këtu për shembull ka pasur skandale me zëvendësministrat e mbrojtjes që janë pezulluar, janë burgosur biles dhe janë shloftuar me këtë gjë. Atje flitet në Ukrainë nga vetë mediat, unë tash i referohem mediave ukrainase vetë, që rrethimi i Zelenskit, pra stafi i tij, pra për bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë janë përfshirë në korrupsione të jashtëzakonshme dhe të përbindshme, duke le të themi vënë në rrezik për shembull kanë blerë jelek antiplumba me defektoz vetëm me vetëm për të fituar sa më shumë para. Pra janë gjëra jo vetëm domethënë vjedhje, por janë edhe krime ndaj popullit dhe ushtrisë vet. Prandaj dhe kjo situatë është shumë e nderë dhe amerikanët e dinë gjithçka dhe pikërisht në këtë kohë kur është le të themi nga ana edhe e moralit, po dhe ana teknike, domethënë komanda e Zelenskit është në pikën më të dobët, domethënë të saj, pikërisht në këtë moment administrata e Trumpit ushtron një trysnim maksimale me shpresë që të ndalojë konfliktin. Nga ana tjetër, rusët nuk janë kundër, të paktën në fjalë, nuk janë kundër përmbarimin e luftës, e kanë përsëritur domethënë që neve nëse arrijmë ato kushtet tona kryesore, luta do të përfundojë. Dhe kjo në frym të marrëveshjeve, siç thon ata, domethënë të Alaskës dhe të Anchorage, kur dy liderët e vendeve përkatës patën një takim të frytshëm dhe me shumë akorde, një pjesë të cilëve ndoshta dhe nuk kishte le të themi transmetuar apo publikuar më parë, dhe në 28 pikat që pastaj u shfaqen më vonë në horizont, doli që kjo ka të ngjartë ketë jehonën e Anchorage-it. E qartë, zoti Pumo, nga ana tjetër në Florida, pala amerikane kërkoi këtu edhe tërheqjen e trupave ukrainase nga Donbasi, por ishte Kievi i cili refuzoi, ndërkohë edhe diskutimet për garancitë e sigurisë mbeten edhe pas zgjedhjes. Çfarë do të thotë kjo për sigurinë rajonale dhe të gjithë ndikimin e aleancave dhe si perceptohen edhe këto kërkesa dhe refuzime që ndodhin në Moskë, dhe a ka pasur ndonjë reagim të dukshëm nga Kremlini? Po, tashti Kremlini është në pritje të vizitës së Witkoff dhe Kushner në Moskë. Ata janë sigurisht të mirëpritur, sidomos Witkoff, që është hera 6, mos gaboj, që vjen në Moskë. Ai është një biznesmen, ashtu se dhe Trumpi vetë, një biznesmen mjaft i suksesshëm dhe ndoshta dhe negociator i aftë me sa duket, ndërsa është akoma në, le të themi, në varkën e këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër, pritshmëria nuk është shumë e madhe, pasi pala ukrainase dhe Umerov kanë deklaruar që nuk kanë